smo organizovali povodom posete našeg dragog prijatelja gospodina Branka Azevskog. Branko përveç që është kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë, është një nga lideret e sektorit privat në Ballkan dhe me gjërë. Branko, osim što je predsjednik Privredne komore Makedonije, također jedan od lidera biznismena na Balkanu. Ka qenë për kohë gjatë në Odë, unë e kam mësuar shumë prej tij gjatë kohës sa unë jam zhvilluar në Odën Ekonomike të Kosovës. Dugo vremena je pri Privrednoj komori i ja sam dosta naučio od njega tokom mog rada u komori. Edhe besoj që do të mësoj edhe shumë edhe në të ardhmen. Kao i verujem da ću u budućnosti imati prilike da dosta naučim od njega. Kjo është një arsye shumë themi më e veçantë që me Brankon jo vetëm sot, por edhe në të ardhmen të vazhdojmë të kemi komunikime të rregullta. Postoje posebni razlozi zašto ne samo danas, nego i u budućnosti ćemo imati redovne sastanke sa Brankom. Dy arsye tjera shumë të rëndësishme janë që Maqedonia është ndër partnerët kryesor tregtar të Kosovës. Prvi od dva razloga je taj što je Makedonija glavni privredni, jedan od glavnih privrednih saradnika Kosova. Dhe të njëjtën kohë është ndërfëqinjet me të cilin nuk kemi pothuajse asnjë problem të natyrës së barjerave ekonomike. A također je jedan od suseda s kojima nemamo nikakvih problema privrednih prepreka ili ti barijera. Po na duhet shumë të bëjmë në kuptim të fuqizimit të infrastrukturës dhe investimeve të dyanshme. Ali mi svakako moramo učiniti više u smislu povećanja investicija i uzajamne infrastrukture. Arsyeja pse jemi këtu në këtë vend, razlog zašto smo se danas ovdje okupili, është infrastruktura. Je upravo infrastruktura. Mesazhi që ju dërgohet jo vetëm qeverive përkatëse, poruka koju ne šaljemo samo našim odnosnim vladama, po edhe vendeve tjera të rajonit, nego i drugim zemljama regiona, që përveç pjesës që ne po e bëjmë në eliminimin e barjerave të natyrës tregtare, da osim tog dela koji mi radimo, dakle u uklanjanju privrednih prepreka, to jest barijera, duhet shumë investime në infrastrukturë. Potrebne su mnogo veće investicije u infrastrukturu. Me qenë korrekt, da budem iskren, qeveria e Kosovës ka kryer një punë të mirë sa i përket infrastrukturës. Vlada Kosova je odradila odličan posao što se tiče infrastrukture. Ne shohim që shumë shpejt po progreson autostrada drejt Shkupit dhe besoj që deri në fund vitit edhe do të përfundoj pjesa jonë. Vidimo da je pri kraju okončanje radova na autoputu prema Skoplju i verujemo da će do kraja godine biti završeno u potpunosti. Dhe kjo realisht e hap mundësi, hap horizonte të reja të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. I ovo svakako otvara nove mogućnosti, odnosno nove horizonte za saradnju između dve zemlje. Po për të qenë pjesë e korridoreve të rëndësishme duhet që ndryon të kryhet puna. Ali kako bi bili deo važnih koridora, moraju se obe strane založiti za to. Prandaj është një kërkesë edhe për qeverinë e Maqedonisë që sa më shpejt ta kryej pjesën e vet. Stoga apelujemo i kod vlade Makedonije da što pre završe svoju deonicu. Ne jemi në inicijativë të përbashkët rajonale. Mi smo pokrenuli zajedničku regionalnu inicijativu. Branko është një ndër liderët e kësaj. Branko je jedan od rukovodilaca iste. Dhe kjo inicijativë ka për qëllim të përshpejtojë shumë procesin integruese në këtë pjesë të botës. I ova inicijativa ima za cilj ubrzanje integracionih procesa širom sveta. Chambers Investment Forum apo Forumi investive i Odave. Chambers Investment Forum ili investicioni forum komora. Ka një qëllim të vetëm. Ima jedan cilj. Të rrijë bashkëpunimin ekonomik mes vendeve të Ballkanit, 6 vendeve të Ballkanit. Povećanje uzajamne privredne saradnje između zemalja Zapadnog Balkana, odnosno šestice Balkana. Ta ban këtë vend më atraktiv për investime. Učini ovaj region, ovaj deo Evrope atraktivnijim za investicije. Dhe të njëjtën kohë të krijoj kushte që këto ekonomi të integrohen më shpejt në pjesën e tregut të Bashkimit Evropian. Istovremeno uspostave se uslovi kako bi se ove privrede što brže i što pre integrisale u privredu Evropske unije. Si ekonomi ne po ecim, ose më mirë me thënë si sektor privat po ecim shumë më shpejt se sa politika. Kao privredno, odnosno kao privatni sektor, mi napredujemo mnogo bržim koracima nego politika. Mirë po problemi që ndron te politikat e mëdha që janë në shumë vende të Ballkanit.
Međutim, problem je u tim takozvanim velikim politikama u mnogim zemljama Balkana. Kemi referendumin e Maqedoni dhe kemi dialogun Kosovë-Serbi. Imamo referendum u Makedoniji, takođe imamo i dijalog između Kosova i Srbije. Që janë ndër pengesat që ekonomia të mos jetë prioritet në këtë pjesë të rajonit. Koji predstavljaju prepreku da privreda bude među prioritetima u ovim zemljama regiona. Dhe unë kam thënë dhe përsëris prapë. Ja sam često govorio i ponovit ću još jednom. Që nuk duhet që asnjë proces politik ta pengojë zhvillimin ekonomik. Nijedan politički proces ne bi trebao da ometa privredni razvoj. Ne nga ana e odave, nga ana sektorit privat nuk do ndalemi. Mi sa strane privrednih komora, odnosno privatnog sektora, nikada nećemo stati. Edhe kërkesa vetme për qeveritë përkatëse është që nëse smujnë me ndihmu biznesin. I naš zahtev prema svim vladama je da ako makar ne mogu da pomognu privredi, të mos i bëhen pengesë. Da ne predstavljaju prepreke po istu. Unë përfundoj pjesën time. Sada završavam moje izlaganje. E falenderoj edhe njerë Brankon që është një ndër kryetarët e parë të odave që vjen për urime dhe i cili vjen për me dhënë për krahjen e vazhdueshme që e ka dhënë edhe në të kalumen. Iskoristio bih priliku da se zahvalim Branku još jednom što je među prvim predsjednicama komora koji je došao da nam čestita i zahvaljujem mu se na posjeti. Pozdrav medijima, svim prisutnima. Mirdita, përshëndetje medjave, të gjithë personave prezent. Prvo hoću da mom dragom kolegu Beratu čestitam izbor za predsjednika Privredne komore Kosova. Fillimisht dua të përgëzoj mikun tim, kolegun Beratin për përsjedhjen për kryetar të odës ekonomike. Posebno se radujem zato što tu postoji kontinuitet zajedničkog rada i on će samo to nastaviti i vjerojatno unaprediti. I zbog toga mislim da će naša suradnja biti u usponu u naredne godine. Dërsa tash për këta çfarë kemi ardhur sot këtu? Radujem smo što smo na terenu, ne u kancelariji. Më gëzon fakti që jemi në teren e jo në zyrë. I to treba da bude putokaz gde treba da se nalaze rukovodstva privrednih komora u firmama, u infrastrukturnim objektima, tamo gde se stvaraju uslovi za bolji biznis. Pra, ky duhet të jetë një udhërrëfyes për të gjithë kryetarët e odave ekonomike se ku duhet të qëndrojnë ata. Pra, duhet të vizitojnë bizneset, të vizitojnë vendet ku ofrohen kushtet më të mira për biznes. A sve manje u foteljama, jer taj način rada do sada nije dao dobre rezultate. E sa më pak në koltuqe, sepse ky lloj i punës nuk ka sjellë rezultatet e duhura deri me tani. Pre 10 godina da smo stajali ovde, niko ne bi verovao da bi ovde bio postavljen autoput koji je na domak granice sa Makedonijom. Po të kishim qëndruar këtu para 10 vjetësh, kërkush nuk do ta besonte që kjo do të ishte itinerari, respektivisht rruga për autostradën e re në drejtim të Maqedonisë. Ali to je realno sada, nalazimo se nadomak granice sa Makedonijom, autoput je tu, postavljene su osnove i za doizgradnje do kraja ove godine. Megjithatë, kjo tashmë është realitet, autostrada ka ardhur deri këtu, shumë në afërsitë e kufirit, janë vendosur edhe themelet për të përfunduar punën deri në fund të vitit. Šta znači konačno su se reči pretvorile u dela i tako ćemo imati situaciju u kojoj ćemo moći da govorimo da u narednih 5 godina doći će do drastičnog povećanja naše razvoja. Që i bie që më në fund fjalët janë ndryshuar në vepra dhe mund të themi që në 5 vitet e ardhshme do të vërejmë ndryshime drastike. 300 miliona, oko 300 miliona iznosi razmena, tačnije 275 miliona. Mislim da je realno sa svim ovim što ćemo preduzeti da u narednih 5 godina to udvostručimo. Për momentin, shkëmbimi tregtar është rreth 300 milion euro, respektivisht 270 diçka milion euro dhe me të gjitha ato çfarë kemi ndërmarrë, presim që në afat prej 5 vjetëve të ardhshme kjo të dyfishohet. Imamo 2,7 miliona u oba pravca u 2017. godine prolaza na graničnom prelazu i to treba da se udvostruči. Gjatë vitit e kaluar, pra viti 2017, kishim 2,7 milion kalime të kufirit, edhe kjo në vitet në vijim duhet të dyfishohet. Ali ja se nadam i jednoj drugoj stvarnosti da će za tih 5 godina bit ćemo članice Europske unije i da neće postojati granice. Por unë shpresoj në një realitet tjetër që në 5 vitet ardhshme ne të bëhemi antare të BE-s dhe të mos kemi fare kufin. I zato upućujemo evo zajedničku poruku političkim elitama, ne samo Kosova i Makedonije, nego i čitavom Zapadnom Balkanu,
да убрзају процеса интеграција, jer бизнис нема времена да их чека. Prandaj dërgojmë mesazh elitave politike, jo vetëm të Kosovës e të Maqedonisë, për të gjitha elitave politike në Ballkanin Perëndimor që t'i përshpejtojnë gjërat sepse bizneset nuk mund të presin. Mi konačno smo shvatili posle 30 godina da regionalna suradnja je osnov našeg napredka. Më në fund, pas 30 vjetësh kemi kuptuar që bashkëpunimi regional është bazamenti i përparimit tonë. 30 godina smo išli u pogrešnoj nasoci da na takav način возобновявamo neke stare tvorevine, ne vodeći računa da mi biznismeni pričamo samo o razvoju biznisa. Për 30 vjet kemi shkuar në drejtim të gabuar, duke u munduar të ringjallim krijesat të vjetërsuara, ndërsa ne biznismenët nuk kemi kohë për të marrë me gjëra të tilla. Evropska unija je nastala na bazi regiona, ona funkcioniše na bazi regiona i razvijat će se na bazi regiona. Bashkimi Evropian është krijuar në bazë të regioneve, zhvillohet në bazë të regioneve dhe do të përparojë në bazë të regioneve. Nije logično da mi imamo slabiju suradnju u regionu nego što imamo sa zemljama koji su 1000 kilometara udaljeni od nas. Nuk ka kurfar logjike që të kemi bashkëpunim shumë më të dobët se sa që kemi me vende që janë me mijëra kilometra larg nesh. Zato potrebno je da svi radimo na tome da se ovakvi susreti održavaju svakog meseca. Prandaj duhet të mundohemi sa më shumë që takimet të këtilla të organizohen çdo muaj. Jer za razvoj ovog regiona postoje 3 značajne stvari. To je razvoj industrije, razvoj izvoza, odnosno povećanje izvoza i razvoj infrastrukturnih projekata. To je suština onoga što treba da se radi u naredne 3 godine u regionu. Pra, për këtë region janë 3 gjëra që janë shumë të rëndësishme, pra zhvillimi i industrisë, zhvillimi i eksportit dhe zhvillimi i projekteve infrastrukturore. Pra, këto janë 3 çështje qendrore me të cilat duhet të merret ky region. To može dati samo rezultat i to može ojačati privatni sektor da izađe ispred vlade i jasno traži šta vlade Zapadnog Balkana mogu da učine na tom planu. Kjo mund të fuqizoj sektorin privat dhe me këtë sektori privat mund të dalë para qeverisë për të treguar se ku mund të fuqizohen në përgjithësi. Podržite industriju, podržite izvoz i podržite infrastrukturu. Ne možemo opstati sa 70% učešća usluga u GDP-u, ne možemo ostati bez infrastrukturnih objekata i kao male zemlje ne možemo ostati privreda nam radi samo za mala tržišta, moramo izaći van. Pra, si ekonomi nuk mund të bjetojmë me 70% të tregut që mbulohet me shërbimet, të GDP që mbulohet me shërbimet, nuk mund të bjetojmë si ekonomi të vogla që i shërbejnë vetëm vetvetes, duhet të dalim në tregje më të mëdha. I sada da se vratim tačno na ovu lokaciju na kojoj se nalazimo i zašto smo danas tu. Tash edhe një herë t'i kthehemi vendit ku jemi tani dhe pse kemi ardhur këtu. Znači, da jedna država koja ima 10 godina tradiciju Që një shtet i cili tashme i ka bërë 10 vjet pavarësi, napravi ono što je napravila sa infrastrukturom Republika Kosovo, të bëj atë se çfarë ka bërë Republika e Kosovës sa i përket infrastrukturës, to je velika stvar i tu treba da se izrazi počin. është një çështje madhore dhe duhet lavdruar për këtë. Da se čestita državi koja je za 10 godina uspela da napravi autoput kroz celu teritoriju i da poveže ključne destinacije koje su od interesa za biznis. Albaniju, Makedoniju, verovatno i Srbiju u narednom periodu. Të përgëzohet vendi për ato se çfarë është bërë sa i përket infrastrukturës në ndërlidhjen me autostradat e pikave më kryesore, siç është ajo me Shqipërinë, Maqedoninë dhe sipas gjitha gjasave edhe me Serbinë. To je znak da Kosovo uspešno se razvije i integrira u regionalne i evropske procese. Kjo është një shenjë që Kosova me sukses po zhvillohet dhe po integrohet në procese regionale dhe evropiane. Jer od priče se ne živi, treba ovako na licu mesta da se vidi šta stvarno se radi. A osnova za razvoj jedne države i jednog regiona da prvo postaviš infrastrukturu. Sepse nga fjalët nuk jetohet dhe bazamenti për zhvillimin e një vendi dhe për mirëqenien e një vendi është krijimi i një infrastrukture të këtij. Ja sam počešćen činjenicom da mogu danas da prisustvujem ovde ovom inventu na kome mi vidimo na delo novu infrastrukturu Balkana
posebno između Kosova i Makedonije. Jam i nderuar me faktin që ka mundësi që të marr pjesë në këtë ngjarje sot, ku mund të shohim në drejt për drejt infrastrukturën e zhvilluar që lidh Kosovën dhe Maqedoninë. I mogu da vam obećam da ću se ispred svoje vlade zalagati da skratimo rokove za izgradnju našeg dela autoputa, kako bi mogli na osnovu ovoga što sam video šta brže da uspostavimo tu relaciju između Skoplja i Prištine, koja je nužno potrebna i za privredu, a posebno i za građane. Dhe mund t'ju premtoj se do të avokoj pranë qeverisë sime që të përshpejtohen afatet për ndërtimin e pjesës e cila lidh Shkupin me Prishtinën, që është qendrore si për biznesin, por në veçanti edhe për qytetarët. Kratko i jasno, čestitam Republici Kosovo na ovo što je uradila sa autoputevima i sa infrastrukturom. Shkurt dhe qartë përgëzoj Republikën e Kosovës në atë se çfarë ka bërë sa i përket rrugëve dhe infrastrukturës. Čestitam mom dragom prijatelju na njegov izbor i nadam se da će u njegovom mandatu da napravi više od toga što su njegovi prethodnici napravili 10 godina. Gjithashtu përgëzoj mikun tim për zgjedhjen dhe shpresoj se do të bëj shumë më shumë gjatë mandatit të tij se sa paraardhësit të tij gjatë 10 viteve të fundit. I mi smo retke države u kojima komore i u Makedoniji i na Kosovu postoji duže nego države same. Dhe ne jemi oda të ralla të cilat kanë tradit, kontinuitet dhe ekzistencë shumë më të gjatë se sa vetë shtetet. I to vezuje da budemo lideri u svim naprednim stvarima u našim zemljama. Dhe kjo na detyron që të jemi lider në të gjitha gjërat avancuese në shtetet tona. I zadnje što hoću da kažem, to je da ćemo u narednom periodu intenzivirati aktivnosti kao privredne komore. Dhe në fund çfarë dua të them është se do të intensifikojmë punët në odat ekonomike na osnovi Berlinskog procesa i formiranja Komorskog investicionog foruma. Në bazë të procesit të Berlinit dhe të krijimit të forumeve investive të odave, u kome imamo značajno učešće i predstavnici Kosova i predstavnici Makedonije. Në të cilin ka përfaqësim të rëndësishëm si nga përfaqësuesit kosovar ashtu edhe të Maqedonisë. Značajnu ulogu i najznačajnijeg sponzora, nemačku kancelarku Angelu Merkel. Rolin e rëndësishëm dhe sponsorin më të rëndësishëm, pra kancelaren gjermane Angela Merkel. Tako da ćemo sigurno u narednom periodu i od stranih sredstava napraviti niza infrastrukturnih objekata koji će obeležiti naredni period. Kështu që edhe në bazë të mjeteve të huaja do të ndërtojmë disa objekte infrastrukturore që do të shënojnë periudhat e ardhshme.